Pse nuk janë dënuar ende Ilir Meta dhe Erion Veliaj? Çfarë po ndodh me pasuritë dhe pse shteti nuk i ka sekuestruar? Në opinionin publik shqiptar qarkullon një pyetje thjesht, por therse, si është mundur që figurat e nivelit të lartë politik si Ilir Meta dhe Erion Veliaj ende nuk janë dënuar nga gjykata dhe pse pasuritë e dyshuara nuk janë sekuestruar e kthyer shtetit shqiptar? Përgjigjja nuk është e shkurtër dhe as komode. Ajo lidhet me mënyrën si funksionon drejtësia, me boshëqe ligjore, me ngarkesën e sistemit dhe me kufirin delikat mes hetimit penal dhe vendimit përfundimtar gjyqësor. Hetim nuk do të thotë dënim. Së pari duhet bërë një dallim thelbësor. Hetimi penal nga SPAK, gjykimi dhe dënimi nga gjykatat. Në Shqipëri, edhe pas reformës në drejtësi, askush nuk mund të dënohet pa një vendim të formës së prerë. Ilir Meta dhe Erion Veliaj janë përfshirë në hetime të rënda, janë marrë masa sigurie, janë kryer kontrolle, sekuestrime dokumentesh dhe veprime procedurale, por proceset penale të kësaj natyre janë të gjata, sidomos kur bëhet fjalë për vepra komplekse korrupsioni, pastrim parash, skema me shumë persona dhe kompani, transaksione të shtrira në vite. Kjo nuk është justifikim. Është realitet procedural. Pse proceset zvariten? Ka disa arsye konkrete pse dosjet e tilla nuk përfundojnë shpejt. Kompleksiteti i provave. Dosjet e korrupsionit të nivelit të lartë nuk mbështeten në një fakt të vetëm, por në zinxhir provash financiare, kontrata, vendime administrative, lidhje pronësie dhe ndërmjetësime të fshehura. Mbrojtje ligjore agresive. Personat me pushtet politik dhe financiar kanë avokatë të specializuar, të cilët shfrytëzojnë çdo hap procedural, ankime, përjashtime provash, kërkesa shtyrie, rekurs në instanca më të larta. Ngarkesa e gjykatave. Gjykatat e posaçme kanë një volum shumë të madh çështjesh dhe një numër të kufizuar gjyqtarësh. Reforma në drejtësi nuk e ka zgjidhur ende këtë problem strukturor. Frika nga rrëzimi i çështjeve. SPAK dhe gjykatat janë të vetëdijshme se një dosje e dobët e ndërtuar me nxitim rrezikon të rrëzohet. Kjo do të ishte goditje fatale për besimin publik. Po pasuritë, pse nuk janë sekuestruar? Kjo është pika më e ndjeshme. Ligjërisht, sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë kërkon prova konkrete se ajo pasuri rrihet drejt për drejt nga aktivitet kriminal ose është përdorur për ta fshehur atë aktivitet. Në praktik, pasuritë janë regjistruar në emra të tretë, familjar, ortak, kompani. Janë shpërndar në disa juridiksione. Janë maskuar përmes transaksioneve të ligjshme në letër. Kjo e bën konfiskimin e menjëhershëm juridikisht të vështirë, por jo të pamundur. Ligji për sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive kërkon standard të lartë prove, sepse prek të drejtën e pronës, një drejtë kushtetuese. Problemi real, përgjegjësia politike. Edhe nëse proceset penale zgjasin, një pyetje mbetet pa përgjigje. Pse nuk ka përgjegjësi politike? Në vende me standarde demokratike, një zyrtar i lartë largohet nga funksioni, i hap rrugë drejtësisë. Mban përgjegjësi morale. Në Shqipëri, përgjegjësia politike është zhdukur. Gjithçka lihet në dorë të drejtësisë penale, e cila nuk është ndërtuar për të zëvendësuar etikën dhe përgjegjësinë publike. Rreziku i madh. Rreziku nuk është që proceset zgjasin. Rreziku është që zvarritja të kthehet në normalitet, që publiku të lodhet, të mpaket dhe të mendojë se asgjë nuk ndodh. Kjo do të ishte fitore për korrupsionin. Përfundim. Ilir Meta dhe Erion Veliaj nuk janë dënuar ende sepse proceset janë në zhvillim dhe drejtësia funksionon me hapa të ngadalë, por të domosdoshëm. Pasuritë nuk janë konfiskuar ende sepse ligji kërkon prova të forta dhe procedura të rrepta. Por kjo nuk e shfaqson sistemin nga një e vërtetë e madhe. Drejtësia e vonuar rrezikon të kthehet në drejtësi të mohuar. Nëse hetimet nuk shkojnë deri në fund, nëse pasuritë e dyshuara nuk kthehen te shteti dhe nëse përgjegjësia politike vazhdon të mungojë, atëherë problemi nuk do të jetë më Meta apo Veliaj, do të jetë vetë shteti shqiptar.